zvi, vini 100%. Respekt. E tash, që shdush qujet i këtë proces, po kjo është që shka ndodhë. Kjo është edhe në këtë akuzë, e thënë ashtu. Rasti Martin Berisha, rasti Nagib Krasniqi? Çka ka te Martin Berisha? Ka dyshime, ka raportime, zoti konjusë për shpërlarje parash, të gjitha ato hedhen poshtë. Të gjitha ato hedhen poshtë. Kurse te Nagipi nuk është çështja fort më ndryshe, edhe se te këta, se a e di për çka është pretendimi. Për shkak të një defekti në prodhimin e energjisë elektrike e cila ka pas mu adresu në mirë urgjente, çka ka bo njeri? Për një mekanizëm të domosdoshëm që vyn aty, ka bo kontraktim të shpejt. Nuk jam eksperti aty në fort energjisë që shë bo kjo kontraktim. Që ka mundu të shkel ligjin. Por, prokuroria thot që është dasht mu bo prej operatorëve të ndryshëm,